Nisvala e të nxehtit afrikan në Shqipëri, meteorologët paralajmërojnë një verë të thatë. Qershori ka nisur me valën e parë të nxehtit afrikan. Meteorologët paralajmërojnë një muaj të nxehtë me temperatura të larta që do të arrijnë deri në 35 gradë Celsius. Sipas tyre, dita e sotme do të ketë temperaturë 32 gradë Celsius, e cila do të jetë më e larta e regjistruar në qytetin e Elbasanit. Jo vetëm dita e sotme, gjithë kjo javë dhe java tjetër ka nisur qershor me valën e parë të nxehtit afrikan. Temperatura nga 7 në 32 gjatë ditës së sotme, diell gjatë gjithë ditës në 95% të territorit. Orët e natës dhe paraditja të kthjellta. Termometri sot është rritur me 3 gradë. Kemi 32 gradë Celsius, thonë meteorologët. Meteorologët gjithashtu thonë se gjatë gjithë muajit qershor do të mbizotrojnë temperaturat e larta nga 35 në 38 gradë Celsius. Qarqet më të prekura do të jenë Elbasani, Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Do të ketë ditë me 34-35 gradë Celsius. Deri në datën 15, termometri qëndron në gradat e larta. Mëngjeset sa vine ngrohen, qershori do të jetë një muaj nxehtë. Pritet që qershori të kapë 38 gradë Celsius, por në 3 ditë të ndara, por jo ditë të njëpasnjëshme. 38 gradë që i Fier, Elbasan, Berati, ndërsa Gjirokastra me pikpyetje. Freskohet pak në mes të qershorit dhe pastaj rikthehen sërish temperaturat e larta. Meteorologët gjithashtu paralajmërojnë një verë të thatë dhe me temperatura që do të kapërcejnë në 40 gradë Celsius. Kjo verë do të jetë shumë e thatë. Koriku dhe gushti do të arrijnë të kapërcejnë temperaturën 40 gradë Celsius. Mungojnë rreshjet deri në shtator, thonë meteorologët.